Ju kërkojnë tani qeveri teknike. E kërkuat dhe më parë, por nuk e u dha. Po. Tani pse duhet ta pranojë Edi Rama këtë? Kaq budallaj dini Edi Rama. Jo, ta them unë. Dhe këtu se thot flamuri me këta, mblidhet Çalit me këta. Këtu do t'i drejtohem Batonit. Ore mu drejto mua që të bëra pyetje. Po dhe Batonit. Pse? Batoni është njohës më i mirë nga të gjithë ne këtu, por ne do të drejtohem. Sepse ore si impononi Ramës ju tani? Ata sqaroj. Më le. Ju në parlament s'keni, ju këtë s'keni, ju këtë s'keni. Si imponohesh më vëlla? Si kërkon qeveri teknike? A mbëre pyetje. Ik më thot ai. A mbëre pyetje. Po je përgjigje më vëlla. Po ti s'po vlen të fja përgjigje. Jo, po i drejtojmë Batonit. Po të drejtojmë edhe Batonit. Unë pyetën ta bëj unë këtu, po i drejtojmë Batonit. Se një Batonit. U zhvilluan zgjedhjet në Serbi. Dakord? Raporti i OSBE-Odirit për zgjedhjet në Shqipëri është disa herë më i zi se raporti i OSBE-Odirit për zgjedhjet në Serbi. Pra për zgjedhjet e Shqipërisë është shumë më i zi se zgjedhjet e Serbisë. E kuptojmë tash ku është historia? Sot e kësaj dite zgjedhjet e Serbisë nuk janë njohur. Prit mos u ngut. Po ti tani mund të marrësh zgjedhjet që bëhen për botë. E disa zgjedhje kanë për botë. Ti merr ato dhe bën analizën tani. Të lutem po tash po se do na marrin për në rast se ti janë këta të marrë donaton. Prit. Donaton që janë këta që nuk janë mirë. Ka të kontrar. Se ky donte edhe me në fillim. Ylli, pretendon që përgjigjja ime tjetër ajo që do ti je gabim. Jo. Atëherë më le të ja ti po flet gjëra të tjera. Un po them, e Dramën zotëri, si e detyron ti që të jap ty ato që do ti, un përgjigjem ato që di un. Këtë po. Këto më fal të rigjem un. Le të them ato që di un. Doktori shkollën më të mirë që ka krijuar aty kjo është. Je përgjigjen e vet vëlla. Dhe e shumë simpatike. Nuk do të di fare për pyetjen. Tani. Pyetje tjetër. Po prit. Ne. Po lera mos e përgjigj. Ne kemi mbledhur pafund dokumenta plus atyre që ka mbledhur vet OSBE-Odiri. Dhe po bëjmë një dosje të manipulimit, të farsës dhe jemi duke e përcjell në të gjitha. Historiani jeni ju që mblidhni dokumentet, çfarë do të thënë kjo më? Por ti duhet të dalësh në veprim konkretore. Ti thua më kam mbledhur votat, nxirr njerëzit më në rrugë. Që të shikojmë njerëzit ne. Ne që jemi ulur këtu, të shikojmë që dolën njerëzit aty. Ti si je historian më vëlla? Ylli. Që mbledh dokumenta. Çfarë do të thënë kjo? Dëgjoj tani. Prova e faktit. Çfarë do të dëgjoj? Ylli. Në rast se unë, oponesi opozit, do të bëjmë ato që thua ti, i bie që ne quhemi analist, nuk quhemi politikan. Këtu është ndryshimi. Ne do bëjmë ato që gjykojmë ne dhe institucionet tona. Me një farsë të madhe elektorale më ka vjedhur fitoren, më ka vjedhur Edi Rama. Diri njerëzit vëlla ti shohim të thash që parë, dhe të iki të fshihet Edi Rama. Të thash që parë që ke qenë këshilltar politik, e kundërshtove, tani po kthesh rolin e këshilltarit, mos më këshilloj Ylli. Mos më këshillo. Më le po them. Hapi i parë. Hapi i parë. E para. Se më ke thënë një herë që revolucioni zgjat 10 vjet. Tani sa vjet do zgjas ky revolucioni më? Tani ta sqaroj. U bën 1/4 tash. Ta sqaroj. Sa të mos jetë asnjëri nga ne këtu. Ta sqaroj. Revolucioni vazhdon. Ta sqaroj unë ty. Revolucioni vazhdon. Lufta vazhdon. Autokracit apo regjimet, sidomos një narko-regjim siç është ky, kërkon konsistencë në betejë. Qartë? Do dhe strategji, si? Edhe strategjin, edhe strategji po ecim ne. Tani, e para dokumentimi tërësor i farsës. Dokumentimi i vizazhonit. Dhe, do fitonin me të? 3 vjet dokumentim. Dhe, ta sqaroj unë, jo, s'ka një askush. Jo, mos u ngut. Delegitimim të kësaj farse. Hapi parë. Kush i ka njohur? A e dëgjove, ta marrë. Jo, mos u ngut. Kanë uruar për fitoren e Edi Ramës. Jo, mos u ngut. Mos u ngut. A samiti, mos ngatro samitin e planifikuar muaj përpara që dikush do vita për prit. A e deklaruar me Macron. Mos u ngut. Ta gjithë me radhë. Po gjithë ata e njohin zgjedhjen. Mos ti je. Shërbau popullin shqiptar. Po pra, po jo Edi Rama. Po popullin shqiptar. Po ti ishin pa rregull ta thosh popull shqiptar mos i pranon këtë zgjedhje. Prit, merrni dhe lexoni deklaratën e 2021-shit të Departamentit Amerikan Shtetit. Po s'ka lidhje më fare. Ka ndryshuar Amerika më. Jo, prit. Nuk pierd fare për ne, o flamur, edhe po ti paguash lekti. Me Amerikës, edhe ti, edhe Drama, me që bënde lobin gjithë gjitha, edhe ti me Laçivitën, Labiditën që janë ata, paguaj çfarë duash. Nuk pierd më për ne fare. Ai mbledh vetëm para të madhe dhe ikën. Sipas te. Sot e di çata. Sipas te. Kishte vdekur Bideni tha.
ki 5 vjetë dhe është një klon. Ylli. Tha tani mo, para disa orësh. Po, presidenti Trump. Ylli, Tha, Presidenti Trump ka drejt bëj ironi me rivalët e tij apo me ish homologët e tij, por ti dhe unë nuk e kemi atë drejt. unë kam drejt të them çfarë duam. Prit. Tani prit më dëgjoj mua ta marrë. Po ç'lidhje kam unë me presidentin Trump as me presidentin? Unë jam punë time këtu. Mirë mo jetë. Në një fshat të madh. Më dëgjoj. Fshat, domethënë fshat është ky? Më dëgjoj tani. Jam në një fshat këtu në Shqipëri. A më pyete? Quhet edhe kaq. A më pyete? Po pse? Unë po të tregoj, hapat e parë këto janë. Dhe ne po bëjmë. Pastaj do të vim në emision tjetër për Por me hapat i vazhdoni ju flamur. Ku do na çoni më valla? Gjitha më, ju provuat me protestë, O zotri. ju provuat me bosbindje civile, ju provuat me kërkuat qeveri teknike. Provuat me zgjedhje i konsumuat gjitha hapat, më. Tash çfarë bën rikthej nga fillimi, prapë të njëjta gjëra. O zotri, kjo është betejë për votën e lirë. Tani do të përdorim çdo mjet, çdo strategji demokratike. Po si pra ku? Të gjitha. Prit, bëj durim. Shumë nga votat, ja një minutë, një pyetje, ti jemi pak më dinamik këtë pjesë se kemi pak minuta në dispozicion dhe unë kam 3-4 pyetje tjera. Patjetër. Zoti nuk ka shumë prej votave që ju keni humbur, unë edhe sikur të më vinë tani me automatik te balli, që sistemi ju ka hequr 10 deputet s'ka pikë dyshimi. Që si mund të ngrihet, është dhe pyetja që thot Abilekaj, si mund të ngrihet një parti që ka 12 vjet në pushtet nga 48% në 53, është dhe kjo një pyetje shumë e Kur s'ka qeverisur kur, po do më lësh ta mbaroj. po. Është një pyetje shumë e rëndësishme. Po, ka umë 67.000 Po 10 ka humbur po. 50% Por 53%, 10 gjitha ato votat deputet, 430.000 qytetarë sistemin, një kanë sekond, mungu. baton të lutem, që kanë ndërtuar Sali Berisha me Edi Ramën. Tani, por ju keni humbur në këto zgjedhje, edhe pse partitë e reja ju kanë marrë vota, jo nga Edi Rama. Pse nuk e kërkoni te vetja juaj? Votuesit nuk ju kanë besuar, kanë zgjedhur të shkojnë drejt Lapajt, pavarësisht se sistemi e ka bërë copa Lapajn, Shejaj dhe Qorit. Pse nuk e pranoni dhe këtë Flamur? Po ta kishte thënë ti tani këtu, ne do thoshim ore Flamuri, bravo i qoftë tha dhe këtë gjë. Se kjo është një gjë e vërtetë Flamur. Dhe popullata që na ndjek ne, thotë ja, tha një gjë të vërtetë Flamuri tani. Janë 100.000 vota ato, të cilat nuk ja kanë marrë Edi Ramës, i kanë marrë te ju, dhe ju duhet të vini gishtin kokës, të dy gishtat, edhe majtas dhe djathtas, dhe thoni zotri, ore këta morën 100, dhe pse si ishin këta te ju, po ishte për shembull njeriu që kam thirrur unë tani që do të na rregullojë ndeshjen e së shtunës, pas pak, jeni sheri, ai iku dhe ai nuk u fut në grup, iku më përpara, e ndjeu lagështirën, edhe iku, dhe mblodhët 26 parti që s'merrte as i vot. E kupton? Ai skema vetëm kontare, ka s'ka një skem propozime. Jo, s'ka më tani, e kam më vonë. Unë kam një përgjigje të thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Edi Rama krijoi disa parti opozitat opozitës, ne u shtrim dorën, refuzuar të bëjnë opozitën,